Territori i Kosovës për datën 10 tetor 2025 pritet të ketë mot me vranësira të shpërndara dhe reshje lokale shiu më të pranishme në zonat malore. Në periudha mund të kemi kthjellime të përkohshme pasdite. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale mund të arrijë deri në 4 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 10 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas llogaritjeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 10 tetor pritet në orën 06:36 dhe perëndimi në orën 18:09. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, -1 deri në 3 gradë Celsius. Podujev, -1 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj, -1 deri në 3 gradë Celsius. Pej, 0 deri në 4 gradë Celsius. Prishtinë, -1 deri në 4 gradë Celsius. Gjakov, 0 deri në 4 gradë Celsius. Malishev, -1 deri në 3 gradë Celsius. Gjilan, -1 deri në 3 gradë Celsius. Ferizaj, -1 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik, -1 deri në 3 gradë Celsius. Suhare, 0 deri në 4 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 4 gradë Celsius.